Edi Rama duket se ka pranuar kushtin e vendosur nga europianët, veçanërisht nga gjermanët, në lidhje me SPAK-un, një çështje që sipas të gjitha gjasave ka qenë edhe shkaku kryesor i përplasjes së gjatë mes palëve. Burimet diplomatike bëjnë me dije se në pallatin Elysee gjatë takimit me Emmanuel Macron është arritur një marrëveshje, ndërsa sipas të njëjtave burime, në zhvillimet e takimit është informuar në kohë reale edhe kancelari Friedrich Merz. Sipas këtyre informacioneve, Edi Rama ka pranuar zgjatjen e mandatit të prokurorëve të SPAK-ut, madje pa kufizime kohore, si edhe ka rënë dakord të lejojë kandidimin e tyre për një mandat të dytë në drejtimin e SPAK-ut. Gjatë vizitës së fundit në Gjermani mësohet se Rama u ka komunikuar këtë gatishmëri partnerëve europian, ndërsa ende nuk dihet se çfarë ka kërkuar apo marrë në këmbim. Për forcimin e këtyre zërave e ka dhënë në mënyrë publike edhe kryetari i Komisionit Ligjeve, deputeti socialist Ulsi Manja. Gjatë seancës kur raportonte kreu i SPAK-ut Klodian Braho, Manja shprehu atë që e quajti një mendim personal, sipas të cilit ai ishte pro ndryshimit kushtetutës, e cila aktualisht parashikon një mandat 9-vjeçar për prokurorët e SPAK-ut. 9 prej këtyre prokurorëve përfundojnë mandatin në nëntor 2028 dhe konsiderohen si bërthama më e rëndësishme e SPAK-ut. Mendimi personal i Ulsi Manjës duket më shumë si një manovër politike për të testuar terrenin ose për të dërguar një sinjal në drejtim të partnerëve ndërkombëtar. Vështirë të besohet se një deklaratë me peshë të tillë kushtetuese Manja e ka bërë pa dijenin apo konsultimin paraprak me Edi Ramën. Deklarata e Manjës shkaktoi reagim të menjëhershëm nga 2 deputet PD-s, Oert Bylykbashi dhe Gent Strazimiri, të cilët njihen si figura të afërta me Sali Berishën. Duket se kjo lëvizje synonte pikërisht provokonte reagimin e Berishës, i cili prej kohësh është shprehur kundër zgjatjes së mandatit të SPAK-ut. Si Bylykbashi ashtu edhe Strazimiri tentuan ta ndalonin hapjen e këtij debati. Nga ana e tij, Manja, duke ju drejtuar opozitës, lat kuptoi se ajo është kundër çdo ndryshimi kushtetues në këtë drejtim. Një mënyrë për të transferuar përgjegjësitë politike dhe për ta paraqitur PD-n si pengesën kryesore të reformës, një lloj larje duarsh si Pons Pilati. Ndërkohë burime pranqarqeve europiane kanë lënë të kuptohet prej kohësh se edhe në rast se Sali Berisha nuk jep pëlqimin, ekziston mundësia që ndryshimet kushtetuese të miratohen me mbështetjen e një grupi deputetësh të opozitës. Provokimi i artikuluar përmes Ulsi Manjës duket se synon të testojë jo vetëm opozitën, por edhe reagimin e partnerëve europian. Një lëvizje që vjen pas tensioneve të krijuara përpara parlamentit, dhe që sipas këtij interpretimi lë të kuptohet se 2 aktorët kryesorë të politikës shqiptare mund të jenë duke vepruar në sinkron në një moment të ndjeshëm të zhvillimeve politike. Teksa vëmendja politikës ndërkombëtare është përqendruar tek samiti i NATO-s, ku nesër mblidhen liderët e vendeve aleate. Kryeministri Edi Rama zgjodhi një agjendë krejt ndryshe. Në zyrën e tij priti zëvendës kryeministrin e rajonit të Kurdistanit në Irak, Kabad Talabani, një vizitë që kaloi pothuajse në heshtje, por që ngre një pyetje të thjeshtë. Çfarë interesi ka Shqipëria te Kurdistani? Nuk bëhet fjalë për shtetin e Irakut, por për rajonin autonom të Kurdistanit, një territor në veri të vendit me qeverinë, parlamentin dhe administratën e tij, që kontrollon një pjesë të konsiderueshme të rezervave të naftës që prej vitesh kërkon të tërheqë investime e partner ndërkombëtar. Në njoftimin zyrtar të qeverisë kurde, thuhet se me Ramën u diskutua bashkëpunimi në turizëm, tregti, investime dhe shkëmbim eksperiencë, ndërsa zëvendës kryeministri Talabani nuk kurseu elozhet për qeverinë shqiptare, duke vlerësuar reformat, infrastrukturën, turizmin dhe digitalizimin, por përtej deklaratave diplomatike, vizita mbetet e pazakontë. Shqipëria nuk ka pasur ndonjëherë marrëdhënie të spikatur me rajonin e Kurdistanit, nuk ka projekte të njohura ekonomike dhe asnjë histori bashkëpunimi që të justifikojë rëndësinë që ju dha kësaj vizite në kryeministri. Pra me gjas do të kemi ndonjë aferë në horizont. Vite më parë është folur edhe për një zhvendosje të mujahedinëve kurd, njësoj si me mujahedinët iranian të strehuar në Manz, por që nuk ka pasur zhvillim. Po ashtu Rama takon kurdët një ditë përpara vizitës në Turqi, ku do të mbahet samiti i NATO, ndërkohë që dihen raportet e Erdoganit me ta. Për momentin nuk dihen arsyet e kësaj vizite, e cila vjen në kohë tensionesh mes SBA dhe Iranit. Madje SBA përdori kurdët për të deportuar në territorin e iranian. Historikisht aferat e kësaj qeverie kanë dalë pas disa muajsh. Në shumë raste, Rama ka pritur delegacione pa dhënë detaje dhe një muaj më pas plasin skandalet. Por një detaj nuk i shpëtoi askujt. Edi Rama prej vitesh është bërë i njohur në takimet zyrtare për një element që nuk e lë kur pas: atletet e bardha. Këtë herë duket se protokolli Rama është përqafuar edhe nga miqt kurd. Në foton zyrtare pothuajse i gjithë delegacioni i Kurdistanit shfaqet me atletet bardha, duke e bërë fotografinë të ngjajë më shumë me një kod veshjeje se sa një rastësi. Në mungesë të marrëveshjeve konkrete të shpallura publikisht, vizita ka lënë më shumë pikpyetje se sa përgjigje. Pse pikërisht tani? Dhe mbi të gjitha, a është kjo thjesht një vizitë kortezie apo fillimi një raporti të ri ekonomik e politik mes Tiranës dhe Erbilit, rajon mjaft kompleks dhe me shumë interesa? Për momentin, përgjigjja më e dukshme mbetet fotografia. Rama ka eksportuar në Kurdistan të paktën një gjë me sukses: atletet e bardha.
Protestat e zgjatura në Tiranë po evoluojnë përtej një përplasje të brendshme politike, pas më shumë se një muaj demonstratash të përditshme. Presioni ndaj qeverisë së kryeministrit Edi Rama po lidhet gjithnjë më shumë me çështje që prekin pozicionin ndërkombëtar të Shqipërisë, funksionimin e institucioneve dhe rrugën e vendit drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Protesta më e fundit mbarkombëtare e organizuar simbolikisht në ditën e pavarësisë amerikane pasqyroi përpjekjen e organizatorëve për ta shtrirë përballjen politike përtej kufive të Shqipërisë, me synimin për të tërhequr më shumë vëmendje ndërkombëtare. Organizatorët e cilësuan këtë tubim si më të madhin që nga fillimi i lëvizjes protestuese dhe u bën thirrje qytetarëve nga gjithë Shqipëria si edhe diasporës shqiptare të merrnin pjesë. Ata përsëritën kërkesat kryesore duke përfshirë lirimin e të arrestuarve gjatë protestave të fundit, dorëheqjen e kryeministrit, hetimin e pretendimeve ndaj zyrtarëve qeveritar dhe zbatimin e reformave më të gjera politike. Përtej kërkesave të menjëhershme të protestuesve, zhvillimet nxjerrin në pa një karakteristikë të kahershme të sistemit politik shqiptar, në një vend ku integrimi europian ka qenë objektivi kryesor strategjik i qeverive të njëpasnjëshme. Stabiliteti politik i brendshëm lidhet ngushtë me besueshmërinë ndërkombëtare. Përparimi në procesin e anëtarësimit nuk vlerësohet vetëm mbi bazën e treguesve ekonomik, por edhe sipas cilësisë së institucioneve demokratike, sundimit të ligjit, pavarësisë së gjyqësorit dhe aftësisë së sistemit politik për të menaxhuar tensionet shoqërore pa cënuar stabilitetin institucional. Në këtë kontekst, organizatorët e protestave po përpiqen të rrisin profilin ndërkombëtar të lëvizjes së tyre. Gjatë demonstratave të fundit ata u referuan deklaratave publike të politikanëve europianë dhe një rezolutë të miratuar nga Partia Popullore Europiane, duke argumentuar se ajo shpreh shqetësim për gjendjen e sundimit të ligjit në Shqipëri, kërkon respektimin e së drejtës për tubim paqësor dhe nxit veprime më të forta kundër korrupsionit në nivelet e larta. Nga ana e saj, qeveria thekson se mbetet e angazhuar për zbatimin e reformave të kërkuara në kuadër të procesit të integrimit në BE dhe këmbgulse kursi evropian i Shqipërisë vazhdon pa devijime. Deri tani as Bashkimi Evropian dhe as Shtetet e Bashkuara nuk kanë ndryshuar zyrtarisht qëndrimin ndaj qeverisë shqiptare dhe nuk kanë vënë në pikpyetje partneritetin strategjik në Tiranë, thuhet në një analizë të Independent Balkan News Agency. Për Edi Ramën, sfida politike tashmë shkon përtej menaxhimit të protestave të përditshme. Pas më shumë se 12 vitesh në pushtet, një nga asetet më të rëndësishme politike të qeverisë së tij mbetet imazhi i stabilitetit dhe parashikueshmërisë që ka ndërtuar në raport me partnerët ndërkombëtar. Ky kapital politik ka kontribuar në forcimin e rolit rajonal të Shqipërisë, avancimin e procesit të integrimit evropian dhe ruajtjen e marrëdhënieve të ngushta me SBA dhe institucionet europiane. Kontrasti mes profilit ndërkombëtar të kryeministrit dhe realitetit brendshëm politik është bërë më i dukshëm ditët e fundit. Ndërsa Edi Rama mori pjesë i ftuar nderi në konferencën e Ruhr Summit në Gjermani dhe u takua me kryeministrin e landit të Renanisë Veriore Westfalisë, Hendrik Wüst. Protestat vazhdonin në Tiranë, ku demonstruesit kërkuan ndërheqjen e tij sërish. Në kontrast pasqyron sfidën e dyfish të qeverisë, ruajtjen e besimit të partnerëve ndërkombëtar dhe përballimin e polarizimit politik në vend. Dimensioni ndërkombëtar i këtyre zhvillimeve është gjithashtu pjesë e debatit publik. Gazetari gjerman Walter Mayer argumenton se Shqipëria mbetet një çështje me prioritet relativisht të ulët në agjendën ndërkombëtare. Në të kundërt analistët shqiptar, Andi Bushati e Lutfi Dervishi vlerësojnë se kozgjatja dhe intensiteti i protestave po ndikojnë gradualisht në mënyrën se si mediat ndërkombëtare dhe një pjesë e opinionit publik evropian e perceptojnë situatën politike në Shqipëri. Këto janë vlerësimet e analistëve dhe nuk përfaqësojnë qëndrime zyrtare të qeverive apo organizatave ndërkombëtare. Një tjetër zhvillim që i ka dhënë debatit një dimension të ri është një nismë ligjvënëse në Amerikë. Kongresmeni republikan Joe Wilson ka paraqitur një amendament në Komitetin e Rregullave të Dhomës së Përfaqësuesve duke propozuar që Departamenti Amerikan i Shtetit dhe Zyra e Drejtorit të Inteligjencës Kombëtare të hartojnë dy raporte mbi zhvillimet në Ballkanin Perëndimor me fokus të veçantë Shqipërinë dhe Serbinë. Nisma nuk nënkupton pranimin e pretendimeve të ngritura ndaj qeverisë shqiptare dhe nuk përbën konstatim përgjegjësie. Nëse procesi legjislativ përfundon, autoritetet amerikane do duhet përgatisin brenda 180 ditëve një raport të klasifikuar që vlerëson për masat e trafikimit të drogës në Shqipëri dhe rolin e mundshëm të institucioneve shtetërore në lehtësimin ose tolerimin e aktiviteteve të tilla. Synimi është mbledhja dhe vlerësimi i informacionit nga institucionet kompetente amerikane, jo nxjerrja e përfundimeve të paracaktuara. Pavarësisht rezultatit përfundimtar të kësaj nisme, rëndësia e saj qëndron në faktin se çështja që deri tani janë konsideruar kryesisht pjesë e përplasjes brendshme politike mund të bëhen objekt shqyrtimi institucional në sistemin politik amerikan. Ky zhvillim nuk sinjalizon në vetvete ndryshim të politikës amerikane ndaj Shqipërisë, por tregon se disa zhvillime në Ballkanin Perëndimor po marrin më shumë vëmendje në Washington. Ecuria paralele e protestave të zgjatura, debatit ndërkombëtar në rritje dhe nismave institucionale në SBA pasqyron një realitet më të gjerë për Shqipërinë. Për një vend që synon anëtarësimin e plot në Bashkimin Evropian, stabiliteti politik nuk është më vetëm një çështje e brendshme, por lidhet gjithnjë më shumë me vlerësimet mbi funksionimin e institucioneve, sundimin e ligjit dhe cilësinë e qeverisjes. Sfida kryesore nuk lidhet vetëm me rezultatin e protestave aktuale apo kozgjatin e përplasjes politike. Ajo qëndron në aftësinë e Shqipërisë për të ruajtur besueshmërinë institucionale, e cila gjatë dekadës së fundit ka qenë një nga asetet më të rëndësishme në marrëdhëniet me partnerët perëndimor. Aktualisht nuk ka asnjë tregues se Bashkimi Evropian apo SBA ka ndryshuar qëndrimin e tyre zyrtar ndaj qeverisë shqiptare. Megjithatë, zhvillimet e fundit tregojnë se për vendet që synojnë anëtarësimin në BE, stabiliteti i brendshëm politik dhe besueshmëria ndërkombëtare po bëhen dy dimensione gjithnjë më të ndërlidhura të njëjtit realiteti institucional.
Nuk është hera e parë që Shqipëria tronditet nga protesta historike. Para ishte në vitin 91, kur pas rënies së regjimit të Enver Hoxhës dhe vendosjes së pluralizmit, dhjetra mijëra shqiptarë mësojnë brigjet e puljas në anijet mbi ngarkuara. Më pas erdhi drama e vitit 97, ku një agoni e madhe ekonomike, falimentimi i firmave piramidale të bazuara në skemën Ponzi, çoi drejt falimentit qindra mijëra qytetarë. Kjo provokoi një kryengritje të armatosur që i kushtoi vendit mijëra të vrarë. Qeveria socialiste e Bashkim Finos nën presidencën e Sali Berishës nuk mori asnjë përgjegjësi, ndërsa zgjedhjet e parakohshme u fituan nga Fatos Nano, duke i dhënë fund revoltës. Pas dekadash rotacioni mes demokratëve dhe socialistëve në një mjedis korrupsioni, Shqipëria nisi projektin për hyrje në Bashkimin Evropian. Ky objektiv mbetet i vështirë për shkak të korrupsionit vazhdueshëm, mungesës së shtetit të së drejtës dhe prirjes për të ndërtuar resorte luksoze në zonat e mbrojtura, një politikë që shkel parimet e Bashkimit Evropian. Indiferenca e kryeministrit Edi Rama ndaj mjedisit ka shkaktuar që në fund të majit protesta masive kundër planit të vitit 2024. Ky plan parashikon ndërtimin e vilave luksoze në ishullin e Sazanit dhe në Zvërnec, laguna e Nartës, nga investitori Jared Kushner, dhëndri i Trumpit. Projekti shtrihet në qindra hektarë dhe ka vlerën e mbi 5 miliardë eurove nga Atlantic Incubation Partners, kompania e lidhur me Affinity Partners të Kushner. Simboli i protestës është leleku roz ose flamingo. Ky shpend është ndër speciet e mbrojtura në parkun kombëtar të lumit Vjosa, që përfshin Sazanin dhe Nartën, ku gjejnë stre, fokat murg dhe breshkat e detit, shpjegon Giorgio Frushone, studiues në ISPI, por protesta është shumë përmarrësore. Pasi përveç mjedisit ajo konteston politikën e brendshme të Ramos dhe ka një dimension gjeopolitik, duke treguar se si administrata Trump përdor Ballkanin për të ndërthurur diplomacinë me interesat private, thekson ai. Kjo situatë buron nga një model ekonomik privat i keq menaxhuar në Shqipërinë postkomuniste, ku spikasin turizmi kaotik dhe miratimi i ligjeve speciale pa debat publik. Thelbi i përplasjes është pasuria e pafundme përballë një pabarazie rrënqethse. Për të hedhur bazat e këtij projekti në mars 2024 u ndryshua ligji për zonat e mbrojtura, duke prezantuar turizmin e ekselencës për ta bërë kuadrin ligjor më pak kufizues për ndërtuesit. Qeveria i dha kompanisë statusin e investitorit strategjik përmes procedurave të përshpejtuara. Megjithatë, sipas një investigimi të BIRN, kompania zbatuese Zvërnet South Adriatic Development është e regjistruar në Holland përmes një strukture trusti që fsheh përfituesit fundor. Për më tepër midis tyre ka të përfshirë individ me procedime penale apo mosmarrveshje për pronësin. Në projekt marrin pjesë edhe manjat nga Katari, si vëllezërit Al Kayat, të Power International Holding. Mobilizimi i filluar për mbrojtjen e natyrës u kthye shumë shpejt në termometrin e pakënaqësisë së përgjithshme ndaj kryeministrit. Gentiola Madhi, studiuese pranë Observatorit Ballkani, deklaron se protestat nisën në maj në zonën Vjos-Nart, ku ekskavatorët dhe telat me gjemba u shfaqën pas një transparencë. OJQ lokale dhe qytetarët u ngritën kundër mega investimit të Kushner, që u bë simboli politikave të Ramos. Ligji i vitit 2024 që reduktoi kufizimet në zonat e mbrojtura u rrëzua madje edhe nga Parlamenti Evropian gjatë diskutimeve për zgjerimin e BE-s në Ballkan, sipas Beatrice Manaresi, bashkëpunëtore në Horizonti Politike. Kundërshtimi ka të bëjë me rrezikun që zonat me vlerë të lartë publike të shndërrohen me shpejtësi në destinacione ekskluzive pa kontroll publik. Problemet ngjashme ka edhe në Dardh të Librazhdit me një dig hidrocentrali që kufizon ujin. Urbanistja Doriana Musai thekson se qytetarët kërkojnë të marrin pjesë në vendimmarrje përpara se të zbatohet projekti. Kështu protesta mjedisore u bë fitili i pakënaqësisë ndaj mungesës së transparencës, çmimeve që sharaket koncesioneve të tokave, cilësisë së ulët të jetesës dhe rritjes së çmimeve nga turizmi i luksit. Arlin Qori, lideri i lëvizjes së Majt Bashk, shpjegon se pikat e takimit mes mjedisorëve, liberalëve dhe konservatorëve i mbajnë njerëzit bashkë kundër oligarkisë ekonomike. Protesta mbështetet edhe nga diaspora. Sipas Instat, mes viteve 2021-2025 kanë emigruar rreth 130.000 qytetarë nga një popullsi prej vetëm 2.5 milionësh. Rama në pushtet prej 13 vitesh pretendoi për Financial Times se demonstratat ishin amplifikuar nga aktorë që lidhen me Iranin, ndonse Shqipëria strehon opozitar të Teheranit dhe psoi një sulm kibernetik në vitin 2022 është e pabesueshme që një revoltë e tillë masive të drejtohet nga jashtë. Sipas Frusiones, protestat shpërthyen në prag të samitit BE Ballkan në Tivat, ku u riafirmoi ardhmja europiane e Shqipërisë, e cila duhet të parafrohet plotësisht me legjislacionin mjedisor të BE-s. Por nëse për të kënaqur familjen Trump, Rama po luan bixhoz me integrimin evropian të vendit, situata për të mund të çojë në dorëheqje edhe zgjedhjet parakohshme. Përshtatur nga Terzo Giornale me Vittorio Bonanin. Protesta në Zvërnet zbuloi se kryeministri Edi Rama ka gënjur familjen Trump për garancitë që u ka dhënë lidhur me rregullat ligjshmërinë për pronësinë e tokës dhe procedurat për lejen e investimit në Zvërnet. Nuk ka investitor të huaj që guxojnë të bëjnë investime, sidomos miliona e miliarda euro, kur nuk kanë garanci nga qeveria dhe shteti kur duan të investojnë. Garanci që, siç kuptohet, Edi Rama u ka dhënë familjes Trump duke e mashtruar sikur ka zbatuar të gjitha procedurat ligjore. Çiftin Ivanka Trump e Jared Kushner dhe bashkë investitorët arab, kryeministri Edi Rama i mashtroi duke i garantuar se toka e trafikantit Artur Sheu në
Zvërnec ishte fituar me akt pronësie të ligjshme dhe është pas një problem me konflikt palësh, por në momentin që Edi Rama u bëri ofertën për zbatimin e projektit në Zvërnec dhe u rekomandoi blerjen e tokës, ajo tokë ishte dhe është në proces gjyqësor dhe tashmë në hetim nga SPAK, sepse pronari në letra, trafikanti Artur Shehu, e ka grabitur me dokumente të falsifikuara. Në momentin që kryeministri Edi Rama i dha lejen e zhvillimit kompanisë së familjes Trump, i gënjeu sikur qeveria kishte bërë konsultim publik me banorët e zonës dhe organizatat mjedisore dhe sikur kishte marrë pëlqimin e tyre. Kryeministri Edi Rama mashtroi vajzën dhe dhëndrin e Donald Trumpit, sikur qeveria shqiptare kishte kryer studimin mjedisor të zonës, por protesta në Zvërnec zbuloi gënjeshtrën e tij, madje vetë Edi Rama e pranoi se nuk është bërë konsultim publik dhe nuk ka studim mjedisor. Duke ndryshuar ligjin për zonat e mbrojtura, Edi Rama mashtroi çiftin Ivanka Trump e Jared Kushner, sikur zona dhe laguna e Zvërnecit nuk është zonë mbrojtur park natyror, habitati flamingove, flore dhe faune të rrallë dhe se nuk do të ketë asnjë problem me agjencitë europiane. Këto gënjeshtra dhe akrobaci prej aventurieri, kryeministri Edi Rama i shoqëroi me vendime të përshpejtuara për dhënien e lejes së zhvillimit, lejes për rrethimin e tokës së blerë nga trafikanti Artur Shehu, të cilën e ka grabitur me dokumente të falsifikuara. Përballë garancive që u dha Edi Rama, vajza dhe dhëndri i Donald Trump eksploruan 2 herë Zvërnecin bashkë me arkitektët e tyre dhe me Edi Ramën, blen tokën, ndarkuan në jahtin e tyre bashkë dhe ai filloi firmosjen e vendimeve për lejen e resortit. Prandaj rrethuan tokën me gardh, filluan të bënin gati terrenin e ndërtimit dhe kërkuan ndërhyrjen e policisë së shtetit në momentin kur banorët, pronarët e vërtetë të tokës dhe mjedisorët filluan protestën kundër ndërtimit të resortit. Familja Trump dhe bashkë investitorët e tyre me letrat zyrtare në dorë të zhvilluar prej tyre nuk mund ta përfytyronin se ishin mashtruar nga kryeministri Edi Rama, i cili vepron sikur Shqipëria është pashallok i tij. Aventura e psikodelirantit autokrat Edi Rama përfundoi me protestën që e detyroi të anullonte punimet për resortin e Zvërnecit dhe një llosje ndërkombëtare që i bëri familjes Trump. Pas një dyshim ka qenë Edi Rama që nëpërmjet lobistëve dhe sekserëve ndërkombëtar i ka ofruar Ivanka Trumpit dhe Jared Kushnerit zonën e Zvërnecit dhe ishullin e Sazanit për investime si e vetmja rrugë për të siguruar përfillje personale e politike nga presidenti Donald Trump. Deputetja Mariana Koçeku ka reaguar përmes një postimi në rrjetet sociale ku pretendon se prej disa ditësh është bërë objekti një fushate të koordinuar sulmesh nga profile të rreme dhe patronazhist. Sipas saj, këto profile i kërkojnë të heqë dorë nga mandati i deputetes. Koçeku shprehet se sulmet kanë nisur pas vendimit të saj për të shkëputur nga Partia Socialiste dhe për të mbështetur protestën e qytetarëve. Ajo pretendon se pas kësaj fushate qëndrojnë funksionarë të shtetit, të cilët sipas saj organizojnë dhe drejtojnë sulme denigruese në rrjetet sociale ndaj kritikëve të qeverisë. Deputetja thotë se nuk ka ndërmend të dorëzoj mandatin nën presion dhe se ka zgjedhur të mbetet e pavarur në përfaqësimin e saj në kuvend. Reagimin e saj ajo ngre shqetësimin për përdorimin e profileve false në debatin publik dhe i cilëson ato si një mekanizëm presioni ndaj zërave kritik. Reagimi i plot i Mariana Koçekut, e njohur ndryshe si Neo Malsoria. Prej disa ditësh po përballem në rrjetet sociale me një ushtri virtuale patronazhistësh dhe profile të rreme që më kërkojnë të lë mandatin. Të lë mandatin e kam shumë të lehtë, por nuk jam mësuar t'i hap rrugë të keqes që ka marrë edhe formën e këtyre mercenarëve virtual të organizuar prej komandantëve të tyre, funksionarë të këtij shteti, për të më përbaltur e denigruar, vetëm se kam zgjedhur pavarësinë e përfaqësimit në parlament. Thuhet se janë diku 800.000 profile të tilla që qarkullojnë. Bashkitë janë kthyer në garnizone të këtyre mercenarëve dhe ushtrojnë presion të përditshëm përmes fjalës nëpër komente e postime. Kur nuk është keq përdorur fjala më shumë në historinë e demokracisë së këtij vendi. Edhe tani në kohë proteste vërehet mobilizimi total i tyre për të shkatruar e denigruar çdo kënd që i del kritik qeverisë. E kanë ditur se çmimi i të folurit lirshëm ka për të qenë i lartë, por heshtja do të kishte kushtuar shumë më tepër në këtë republikë që kërkon të luftojë qytetarët e vet me fantazma, hije patronazhistësh dhe profile false. Kjo nuk duhet të jetë republika e falsitetit dhe fantazmave online, shkruan Koçeku. Në diplomaci ekuilibrat janë po aq të rëndësishëm sa edhe aleancat. Por në rastin e Edi Ramës, ditët e fundit kanë krijuar përshtypjen e një lideri që po përpiqet të luajë me disa porta njëkohësisht. Nga njëra anë, kryeministri shqiptar ka zgjedhur të thellojë marrëdhëniet me Izraelin, vizita në Tel Aviv, takimi me Benjamin Netanyahu dhe njoftimet për zgjerimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes, përfshir projektin për ngritjen e një shkolle të forcave speciale me ekspertizë izraelite. Kanë sjellë reagime të forta në mediat pranë qeverisë turke. Vetëm një ditë përpara nisjes për në Ankara, Rama priti në kryeministri një delegacion të nivelit të lartë nga rajoni
autonom i Kurdistanit në Irak, i kryesuar edhe nga zëvendës kryeministri Kabad Talabani. Zyrtarisht, takimi u paraqit si një hap drejt bashkëpunimit në teknologji, turizëm dhe investime. Megjithatë, koha kur u zhvillua vizita nuk kalon pa u vënë re, pasi çështja kurde mbetet një nga temat më të ndjeshme për Ankaran. Ndërkohë sot edhe nesër, Rama ndodhet në Ankara për samitin e NATO-s. Sipas njoftimit zyrtar të kryeministrisë, ai do të marrë pjesë në punimet e samitit. Do të zhvillojë një takim me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, ndërsa nesër në agjendë është edhe një takim dypalësh me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Por pikërisht ky takim pritet të mos jetë momenti më i rëndësishëm politik i vizitës. Për javësh mediat pranë qeverisë turke kanë ndryshuar ndjeshëm tonin ndaj kryeministrit shqiptar. Gazeta si Hürriyet dhe Daily Sabah kanë publikuar artikuj kritik, duke e lidhur afrimin e Tiranës me Izraelin, me zhvillimet politike në Shqipëri dhe duke ngritur pikpyetje mbi drejtimin që po merr politika e jashtme shqiptare. Në disa prej tyre janë kritikuar hapur dhe projektet e bashkëpunimit ushtarak mes Shqipërisë dhe Izraelit. Në këtë sfond, vizita në Ankara shihet edhe si një përpjekje për të ruajtur ekuilibrin me një nga partnerët më të rëndësishëm të Shqipërisë në rajon. Marrëdhënia personale mes Ramës dhe Erdoganit ka qenë për vite me radhë një nga shtyllat e bashkëpunimit mes dy vendeve, por zhvillimet e fundit kanë krijuar një klim më të ftohtë se ajo që ishte parë në të kaluarën. Në politikën ndërkombëtare, sinjalet shpesh kanë më shumë peshë se sa deklaratat zyrtare, dhe sinjalet e ditëve të fundit kanë qenë të shumta. Një Shqipëri që afrohet gjithnjë më shumë me Izraelin, një takim me drejtuesit e rajonit të Kurdistanit në prag të udhëtimit për në Turqi, dhe me njëherë më pas, një përballje diplomatike me Erdogan në Ankara. Zyrtarisht, samiti i NATO-s do të fokusohet te siguria euroatlantike dhe sfidat e aleancës. Por për Edi Ramën, vëmendja pritet të jetë ajo që do të ndodhë pas dyerve të mbyllura të takimit me presidentin turk, sepse aty do të shihet nëse kryeministri shqiptar do të arrijë të ruajë ekuilibrin mes aleatëve të tij, apo nëse loja me disa porta po bëhet gjithnjë dhe më e vështirë. Teksa Shqipëria ka hyrë në ditën e 38 të protestave kundër korrupsionit dhe qeverisë së Edi Ramës, kryeministri ka zgjedhur të udhëtojë drejt Turqisë me një charter luksoz për të marrë pjesë në samitin e NATO-s. Pamjet e publikuara nga mediat turke tregojnë Ramën duke zbritur në aeroportin e Senboga të Ankaras nga një avion privat i kompanisë ndërkombëtare Vista Jet, i shoqëruar edhe nga bashkëshortja e tij Linda Rama. Delegacioni shqiptar u prit nga ministri turk i tregtisë, Ömer Bolat. Kontrasti është i fortë. Në Tiranë, mijëra qytetarë vijojnë për më shumë se një muaj protestat kundër korrupsionit dhe qeverisë, ndërsa kryeministri udhëton me një nga kompanitë më luksoze të aviacionit privat në botë. Vista Jet është një prej operatorëve më ekskluziv të fluturimeve charter, i përdorur nga krerë shtetesh, miliarder dhe drejtues të korporatave ndërkombëtare. Flota e saj përbëhet nga avion biznesi të kategorisë së lartë, Bombardier Challenger dhe Bombardier Global, ndërsa vetëm një fluturim privat në itinerarin Tirana-Ankara kushton $10,000, pa përfshirë tarifat aeroportuale dhe shërbimet shtesë. Nuk është hera e parë që mënyra e udhëtimit të Ramës ngjall debat. Për vite me radhë ai përdori avionet e Air Albania për vizitat zyrtare, në bazë të një marrëveshjeje që nuk u bë kurrë publike në detaje. Pas kolapsit të kompanisë, kryeministri është parë të përdorë charter privat për udhëtimet ndërkombëtare. Ironikisht, e njëjta kompani, Vista Jet, u bë vitin e kaluar objekt polemikash edhe në Britaninë e Madhe. Ish sekretari i jashtëm britanik David Cameron u kritikua ashpër pasi fluturoi me një avion privat të kësaj kompanie drejt Shqipërisë, në një vizitë që zgjati vetëm 89 minuta për shkak të shpalljes së zgjedhjeve të parakohshme në Britani. Mediat britanike ironizuan atë me titujt £60,000 për 89 minuta, duke e cilësuar udhëtimin një shpërdorim të parave publike. Ndërsa në Ankara merr pjesë në samitin e NATO-s dhe zhvillon takime me liderët e aleancës, në Shqipëri vijojnë protestat që kanë hyrë në javën e 6, duke e bërë udhëtimin me charter luksoz edhe një tjetër element të debatit politik. Edhe këtë herë Edi Rama ka tërhequr vëmendjen e mediave turke, por jo për fjalimin apo takimet në samitin e NATO-s, pas raportimeve për mbërritjen e tij në Ankara me një charter privat luksoz. Kësaj radhe në qendër të vëmendjes ka përfunduar veshja e kryeministrit shqiptar. Televizioni CNN Turk i ka kushtuar një kronik të veçantë paraqitjes së Ramës, duke vënë në dukje se ai ishte i vetmi lider që zgjodhi të paraqitej me atletet e tij karakteristike të bardha. Samiti 36 i NATO-s në Ankara po tërheq vëmendje jo vetëm për çështje kritike globale, por edhe për preferencat stilistike të liderëve, shkruan media turke. Sipas CNN-it turk, ndërsa pothuajse të gjithë krerët e shteteve dhe qeverive zbritën nga avionët me këpucë klasike të errta, Rama e theu edhe një herë modelin, duke ruajtur stilin që e ka shoqëruar prej vitesh në daljet e tij ndërkombëtare. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama mbërriti në aeroport
Për të marrë pjesë në samit, Rama edhe njëherë qëndroi besnik zgjedhjes së tij karakteristike të atletëve të bardha, thekson televizionit turk. Nuk është hera e parë që veshja e kryeministrit shqiptar bëhet objekt komentesh në mediat e huaja. Atletët e bardha janë kthyer prej kohësh në një element të identitetit të tij publik, duke e tërhequr vëmendjen, pothuajse në çdo samit ndërkombëtar ku merr pjesë. Këtë herë komentet vinë vetëm pak orë pasi mediat turke publikuan edhe pamjet e mbërritjes së Ramës në Ankara me një avion privat të kompanisë VistaJet, duke e vendosur kryeministrin shqiptar dy herë në qendër të raportimeve nga samiti i NATO-s. E teksa Shqipëria ka hyrë në ditën e 39 të protestave kundër korrupsionit dhe qeverisë së Edi Ramës, kryeministri zgjodhi të udhëtonte drejt Turqisë me një charter luksoz për të marrë pjesë në samitin e NATO-s. Pamjet që publikuan mediat turke tregonin Ramën duke zbritur në aeroport nga një avion privat i kompanisë ndërkombëtare VistaJet, i shoqëruar dhe nga bashkëshortja e tij Linda Rama. Delegacioni shqiptar u prit nga ministri turk i tregtisë Omer Bolat. Kontrasti është i fortë. Në Tiranë mijëra qytetarë vijojnë për më shumë se një muaj protestat kundër korrupsionit dhe qeverisë, ndërsa kryeministri udhëtoi me një nga kompanitë më luksoze të aviacionit privat në botë. VistaJet është një prej operatorëve më ekskluziv të fluturimeve charter, i përdorur nga krerë shtetesh, miliarderë dhe drejtues të korporatave ndërkombëtare. Flota e saj përbohet nga avion biznesi të kategorisë së lartë, ndërsa vetëm një fluturim privat në itinerarin Tiranë-Ankara kushton $10,000 pa përfshirë tarifat aeroportuale dhe shërbimet shtesë. Në një video të xhiruar me skelave dhe plurit të kantirit në arenën e përkohshme Eagle Stadium në Kashar, kryeministri Edi Rama dhe ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Gonxha u shfaqën të entuziazmuar teksa inspektonin punimet e ngritjes së stadiumit për koncertin e reperit kontrovers amerikan Kanye West. Nga ai terren, kreu i qeverisë, edhe pse këmbguli se bëi fjalë për një event të organizuar tërësisht nga grupi privat, deklaroi se shteti shqiptar është detyruar të ndërhyjë duke paguar 4 milion euro. Rama justifikoi financimin prej 400 milion lekësh, 4.2 milion euro, duke pretenduar se nëse koncerti mbete i paralizuar, do të ishte një mundësi më pak për ekonominë e qytetit. Paratë ndërkohë u kaluan përmes një akti normativ të miratuar në datën 6 korrik për të publikuar në fletoren zyrtare më 7 korrik, i cili citon si bazë ligjore nenin 101 të kushtetutës për nevoja urgjente. Një nen që referuar vendimeve të gjykatës kushtetuese mund të përdoret vetëm në raste emergjencash të argumentuara dhe provuara mirë. Sipas relacionit shpjegues, që shoqëron akti normativ, qeveria justifikon nevojën e angazhimit të fondeve publike me argumentin se gjendja përballë një eventi artistik me përmasa të tilla, që ndikon në mënyrë të theksuar në imazhin e vendit. Qeveria rreket gjithashtu që ta justifikojë kriterin e urgjencës për aktin normativ, me faktin se koha normale e procesit ligjvënës nuk do të zgjidhte dot problemin e menjëhershëm të rrezikut që koncerti i Kanye West të mos zhvillohet. Koncerti i West nga ana tjetër ishte lajmëruar nga vetë Rama muaj më parë, në fund të prillit, dhe së fundmi, qeveria shqiptare përfshirë Ministrinë e Turizmit, Kulturës dhe Sportit mohuan kategorikisht përdorimin e parave publike. Është e rëndësishme të theksohet se për këtë projekt nuk ka fonde buxhetore të angazhuara shtesë, thuaj në përgjigjen zyrtare të MTKRS, që i dërgoi Birn më 23 qershor. Zef Preçi, drejtori i Qendrës Shqiptare për Kërkime Ekonomike, e kritikoi ashpër aktin si shkelje të ligjit, duke cilësuar atë nul dhe pa vlerë. Një kuvend legjitim nuk do ta miratonte kurrë këtë akt normativ, tha Preçi për Birn. Edhe Rigels Xhemollari nga Qendresa Qytetare i tha Birn se akti në fjalë ishte në shkelje të kushtetutës. Sigurisht që po keq përdoret kushtetuta, tha Xhemollari, duke vënë në dukje se shuma e shpenzuar pa transparencë qoftë minimale. Tregonte se qeveria nuk kishte reflektuar ndaj protestave që zhvillohen prej 37 ditësh në kryeqytet. I pyetur nga Birn përmes një mesazhi në aplikacionin WhatsApp, ministri Gonxha refuzoi të përgjigjej. Çfarë jam unë, sekretari juaj, tha Gonxha, duke i kërkuar medias të zbatonte ligjin, edhe pse nuk ka ndonjë ligj që rregullon kërkesat për koment. Zgjedhja e qeverisë shqiptare për të mbështetur financiarisht koncertin e reperit vjen në një kohë kur artisti është një figurë tejet kontroverse në arenën ndërkombëtare. Gjatë viteve të fundit ai është përballur me kritika të ashpra dhe bojkot të gjerë pas një sër deklaratash publike me përmbajtje antisemite, ndarjes së teorive konspirative dhe gjuhës së urrëties. Së fundmi ai u ndalua të hyjë në Mbretërinë e Bashkuar për shkak të komenteve antisemitike dhe një këngë që publikoi me titull Heil Hitler. Paraqitja e tij e planifikuar në një festival në Londër u anulua dhe po ashtu u anuluan koncerte të ngjashme përfshirë një të tillë të planifikuar në Itali. Deri së fundmi Rama dhe vartësit e tij janë përgjigjur kritikave për mbështetjen e West dhe qëndrimeve të tij duke këmbgulur se eventi ishte privat, por vendimi i qeverisë dhe përdorimi i fondit të emergjencës ngre pikpyetje për mbështetjen, ndërkohë edhe akti normativ që financon koncertin ngre pikpyetje serioze mbi mënyrën se si qeveria interpreton emergjencat. Zef Preçi thekson se asnjë turist apo ekonomist
nuk mund ta justifikojë brenda kornizës ligjore financimin e një aktiviteti komercial. Ai saktëson se fondi rezervë është dizajnuar ekskluzivisht për situata të jashtëzakonshme, katastrofa natyrore, rreziqe të sigurisë kombëtare apo emergjenca të paraqitura të shëndetit publik. Fondi nuk përdoret për shpenzime rutinë ose politika afatgjata zhvillimi, argumenton Preçi, duke vënë në dukje se rasti i koncertit bie ndesh me çdo kufizim që legjislacioni shqiptar i vendos përdorimin të këtyre parave. Nga ana e tij Xhamullari ngre shqetësimin se parat po shpërdoroheshin, duke u ndalur tek fatura prej 4.2 milion eurosh. Aktivisti Rigels Xhamullari vëren se kjo shumë mund të ishte përkthyer në investime jetike publike, si një shkollë e re, një spital ose blerja e 30 autobusëve elektrik për Tiranën, qytetin me transportin publik ndër më të vjetëruarit në Europë. Për Xhamullarin, justifikimi i kryeministrit ngre dyshime se vetmja emergjencë reale pas këtij akti ishte dështimi në shitjen e biletave dhe fushata e dobët të marketingut, sipas tij në mungesë të një preventivi transparent nga institucionet. Një grop financiare e organizatorëve po kompensohet me taksat e qytetarëve, duke e vendosur kryeministrin thjesht në rolin e kontraktorit të Kanye West. Ndërsa sheshet shqiptare janë mbushur me ngjyrën roz dhe prej më shumë se një muaji janë përfshirë nga një protestë popullore spontane dhe e pandalshme, brenda institucioneve zhvillohet një narrativ krejt e kundërt e bazuar në vetlavdërim. Ky paradoks u materializua më 3 qershor në Tiranë gjatë inaugurimit të edicionit të dytë të Festivalit të Arkitekturës Bread and Heart, me prezantimin e vëllimit The Albanian Files, 800 faqe, 523 projekte arkitekturore, 60 studio ndërkombëtare të përfshira. Shifrat e katalogut tregojnë një transformim të paprecedent. Miliona metra katror po riformësojnë territorin shqiptar nga veriu në jug. Megjithatë, ky botim monumental paraqet vetëm ajën e icebergut. Ndërhyrjet e padokumentuara janë shumë të shumta se ato të përfshira në vëllim, duke përshkruar një metamorfozë territoriale edhe më të gjerë. Në një intervistë të fundit për Financial Times, kryeministri Edi Rama hodhi poshtë me indinjat akuzat se është kumbari me kontroll absolut mbi vendin, duke ftuar kudo që të sjellë prova. E pra ajo provë duket se gjendet pikërisht në faqet e The Albanian Files, një vëllim që në pamje të parë kushtohet arkitekturës përfundon duke u shndërruar në manifestin e një modeli politik. U kryeministri shfaqet si regjizori kryesor i transformimit urban të Shqipërisë. Historia na mëson se arkitektura ka qenë gjithmonë një nga instrumentet më të privilegjuara të pushtetit. Qytetet nuk janë vetëm hapësirë, ato formsojnë identitetin dhe kulturën e një populli. Rasti shqiptar e përditson këtë koncept, duke e kthyer të gjithë vendin në një laborator eksperimentimit besuar e emrave më të mëdhenj të arkitekturës ndërkombëtare. Vet kuratoria Anek Abhelkak e pranon që në faqet e para të vëllimit se është e pamundur të ndash arkitekturën nga pushteti në kontekstin shqiptar. Duke e cituar The Edifice Complex të Dejan Sudic, ajo kujton se ndërtesat shërbejnë për të lënë mbresa, për të përfaqësuar ambicien e atyre që qeverisin dhe se vendimet që po riformësojnë vendin udhëhiqen në mënyrë të pamohueshme nga oportunizmi. Shumë hyje të arkitekturës as një konkurs. Arkitektura nuk bëhet vetëm një instrument i transformimit urban, por emrat e arkitektëve të njohur ndërkombëtar shërbejnë edhe si kartë vizit. Prestigji kulturor i arkitekturës bashkëkohore përdoret për të ndërtuar narrativën e një Shqipërie moderne, të hapur dhe dinamike, ndërsa në planin e brendshëm shtohet konflikti mbi mënyrën se si po realizohet ky transformim. Në faqet e The Albanian Files, marrëdhënia mes pushtetit politik dhe arkitekturës del qartë nga dëshmitë e vet projektuesve. Shumë prej tyre tregojnë se nuk kanë ardhur në Shqipëri përmes konkurseve publike, thirrjeve për aplikim apo procedurave transparente, por fal kontakteve personale me kryeministrin. Disa rrëfejnë se kanë marrë një mesazh në Instagram drejt për drejt nga Rama dhe më pas kanë fituar porosim për një vepër publike me vlerë 4 milion euro. Të tjerë kujtojnë një telefonat personale nga Edi pas një shkëmbimi të thjesht kontaktesh, madje edhe një fituesi i çmimi Priser përshkruan të njëjtën dinamik. Planifikimi urban duket kështu se zhvendoset nga dimensioni demokratik në atë privat, duke zvendosur instrumentet e transparencës administrative me marrëdhënie personale. Emblematike është edhe letra që një partner i studios Oma i dërgoi kryeministrit, ku duke falendëruar për kushtet veçanërisht të favorshme të ofruara për projektuesit ndërkombëtar, arrinte në mënyrë provokuese të shprehte dëshirën për anullimin e zgjedhjeve të ardhshme dhe vendosjen e një presidence të përjetshme. Rama më pas e minimizoi tekstin duke e cilësuar si një provokim satirik. Megjithatë, në kontekstin e përgjithshëm të paraqitur në vëllim, episodi merr një kuptim të zymt. Pasoja më e dukshme e këtij modeli ndërkombëtar është përjashtimi pothuajse i plotë i arkitektëve shqiptar. Në 523 projektet e përfshira në vëllim nuk figuron asnjë autor vendas. Në parathënie, Rama e përkufizon Shqipërinë si shkolla më e madhe e arkitekturës në natyrë, duke argumentuar se profesionistët e rinj vendas mund të mësojnë duke e punuar përkrah studieve të mëdha të huaja, por në arkitekturë të mësuarit nuk mund të zvendësojë autorsinë. Ta kufizosh një brez të tërë në rolin e bashkëpunëtorëve të arkitektëve të njohur, do të thotë ti mohosh vendit mundësinë për të zhvilluar një kulturë të vetëm projektimi. Rreziku konkret është ndërrimi i territorit tonë në një atlas të qyteteve të padukshme dhe skenografive urbane të përbëra nga imazhe abstrakte, forma të zbrazta dhe sugjerime estetike të lustruara të vendosura në kontekstin shqiptar. The Albanian Files dokumenton një gjeografi të qartë të investimeve, një zgjerim të orientuar pothuajse tërësisht drejt kullave shumë funksionale,
komplekseve rezidenciale luksoze dhe resorteve turistike, ndërsa ndërhyrjet për hapësirat publike dhe infrastrukturën sociale mbeten në plan të dytë. Ndërsa katalogu kremton komplekse rezidenciale ekskluzive dhe horizonte të reja urbane, Shqipëria vazhdon të vuajë nga mungesa kronike e programeve të banesave sociale, infrastruktura e pamjaftueshme dhe shërbime thelbësore ende të paarritshme në shumë zona të vendit. Lagje pa standardet minimale urbanistike, teritoret e izoluara nga lidhjet papërshtatshme dhe banesa pa shërbime të bazë bashkëjetojnë me ndërtimin e perlave të reja të destinuara për tregun e pasurive të palueshme luksoze. Është e vështirë të argumentohet se kjo përbën prioritetin e një vendi që ende përballet me dobësi të thella infrastrukturore. Në shumë raste për më tepër identiteti i porositësve nuk përmendet nga studiet e arkitekturës, duke ngritur pikpyetje mbi origjinën e kapitaleve dhe transparencën e këtyre operacioneve imobiliare, nga zonat natyrore të mbrojtura në parcela ndërtimi. Në realizimin e këtij transformimi ka kontribuar edhe një rishikimi thellë i kuadrit ligjor. Ligji i ri për zonat e mbrojtura, i cili sot kundërshtohet nga protestat popullore, i lejon Këshillit të Ministrave të autorizojë ndërhyrje turistike brenda parqeve kombëtare dhe zonave bregdetare që më parë gëzonin mbrojtje. Atij shtohet edhe ligji nr. 55/2015 për investimet strategjike, i cili parashikon procedura të përshpejtuara, shkurton ndjeshëm afatet e autorizimit dhe madje lejon edhe shpronësime për interes publik në favor të subjekteve private. Pikërisht fal këtyre ndryshimeve ligjore, zona si Laguna e Nartës ose territori i Zvërnecit mund të humbasin statusin e tyre të mbrojtur dhe të ofrohen si parcela ndërtimi kapitaleve të mëdha ndërkombëtare. Shembulli më i debatueshëm është megaprojekti me vlerë miliarda euro i promovuar nga Jared Kushner dhe Ivanka Trump, të cilët synojnë të ndërtojnë resorte luksoze dhe mira njësi banimi pikërisht përgjatë këtyre ekosistemeve të brishta. Nuk është rastësi që simboli i protestës masive popullore është bërë flamingo, shpendi i mbrojtur që banon në lagun dhe që sot mishëron rezistencën ndaj avancimit të spekulimit. Kudo shfaqet e njëjta logjik, zhvillimi i pasurive të paluajshme mbizotron sistematikisht mbi mbrojtjen e peizazhit, biodiversitetit dhe interesave të komunitetit. Problemi në fakt nuk është cilësia e ndërtesave të veçanta, shumë prej projekteve të përfshira në vëllim mbajnë firmën e disa prej studiove më të mira të arkitekturës në botë, dhe të marrëveçmas mund të kenë një vlerë të padiskutueshme arkitekturore. Por një qytet nuk është thjesht shuma e ndërtesave ikonike. Urbanistika përfaqëson një dialog mes peizazhit, shërbimeve, hapësirave publike, mjedisit dhe nevojave kolektive. Kur ky ekuilibër prishet, edhe arkitektura më e mirë bëhet pjesë e problemit. Slogani i famshëm Less is more në shqipëri ndërrohet në një more is more të ngathët, duke rrezikuar ta kthejë ekselencën arkitekturore të thirrur nga kryeministri në një petk elegant, pas të cilit fshihen pabarazi të thella territoriale. Një energji e re. Në këtë kontekst, duke lexuar protestat e javëve të fundit, një mobilizim në të cilin sheshet shqiptare nuk kundërshtojnë vetëm rrokaqejt e veçantë apo kërcënimin ndaj ekosistemeve të lagunës së Nartës, por kërkojnë të drejtën demokratike për të marrë pjesë në vendimarrjet që transformojnë vendin në vend që t'i pranojnë ato në mënyrë pasive. Kjo revolt i jep zë një pak kënaqësie më të gjerë, megjithëse prodhimi i brendshëm bruto u rrit mes viteve 2013 dhe 2024 me 3.1% në vit, fal ndërtimit dhe turizmit, pa barazit janë rritur ndjeshëm që nga vitet 2010. Pasuria mbetet e përqendruar në duart e pak njerëzve, ndërsa popullsia përballet me paga mesatare të ngrira mes 700 dhe 800 eurosh dhe më shumë se 1/5 e punonjësve paguan me një pagë minimale prej vetëm 390 eurosh. Kjo asimetri ekonomike e shoqëruar me perceptimin e përhapur të korrupsionit dhe mangësitë në shëndetësi e drejtësi e ka ulur besimin ndaj institucioneve publike në 11.6% dhe ka nxitur një eksod dramatik që gjatë 15 viteve të fundit ka çuar në largimin e 700.000 personave, ndërsa 74% e të rinjve nën 30 vjeç deklarojnë se ende duan të emigrojnë. Përballë kësaj pakënaqësie të përhapur, kryeministri prirë ta shpjegojë çdo kritik si rezultat të ndërhyrjeve të jashtme, shenjë një klase politike gjithnjë më të paaftë për të përballur me kontradiktat e veta. Më 4 korrik ditën e ditëlindjes së Edi Ramës, ndërsa arkitekt nga gjithë bota kremtonin figurën e kryeministrit, sheshet vazhdonin të mbusheshin me protestues që kërkonin dorëheqjen e tij. Në këtë mobilizim ka një paradoks të thellë. Njeriu që sot kundërshtohet për modelin e tij politik është i njëjti që në fillim të angazhimit të tij publik në vitet 90 u shfaq si një artist avangard, një intelektual antisistem dhe një ministër kulture që premtonte demokratizimin e hapësirës kolektive kundër trashëgimisë së autoritarizmit. Pas 3 dekadash ai projekti çlirimit urban duket se është ndëruar në të kundërtën e vet. Për këtë arsye kjo revolt nuk është thjesht politike, është protesta spontane e një brezi të ri që ndihet i tradhtuar dhe është lodhur nga një qeveri që ka pushuar së menduari për mirëqenien e qytetarëve të saj. Një mobilizim i udhëhequr nga të rinj që duan të nisin nga e para dhe kërkojnë dorëheqjen e të gjithë klasës politike, duke dalë në shesh për të denoncuar korrupsionin sistemik, pushtetin e tepruar të oligarkëve dhe ndërhyrjen e investitorëve që vendosin fitimet e tyre private mbi interesat e kombit. Është refuzimi i vendosur për të shtypur nga 30 vjet retorike hipercentralizuar, zgjimi i një ndërgjegje kolektive që i kundërvihet heshtjes dhe nuk pranon më që vendi i saj të reduktohet në një mall shkëmbimi. Kur mbërri në fund të The Albanian Files e gjej veten pezull në një gjendje të ndërmjetme mes interesit për ndryshimin dhe shqetësimit për ato që Shqipëria rrezikon të bëhet. Shikoj këto faqe dhe pyes veten nëse vendi që lash 30 vjet më parë është ende ai që gjej sot, nëse më përket ende apo tashmë është bërë pronë të tjerëve. Ndihet një ndjesi tjetër pothuajse e dhimbshme, kur shet transformimin e vendit tënd të origjinës dhe kupton ditë pas dite se je plotësisht jashtë zhvillimit të tij. Është gënjimi i thellë të qenit dëshmitari një metamorfoze epokale që duket se nuk e parashikon pranin ton. Megjithatë brezat e rinj që kanë më shumë se një muaj që dalin në shesh tregojnë se Shqipëria po zgjohet më në fund. Është një energji e re, e vetëdijshme dhe e guximshme që kërkon vendin e saj në të ardhmen. Pikërisht nga kjo ndërgjegje kolektive e rigjetur duhet të rifillojë Shqipëria. Këtu lind shpresa për të nisur sërish së bashku të vizatojmë qytetet tona.
Ndërsa udhëheqësit e NATO-s po takohen në Ankara, një përpjekje diplomatike shumë kritike është duke u zhvilluar prapas skenave në lidhje me të ardhmen e aleancës. Sipas Bloomberg, ideja e largimit nga samiti vjetor i liderëve ka filluar të diskutohet me zë të lartë. Faktori më i madh që i nxiti këto diskutime ishte kritika e ashpër dhe e pamëshirshme e presidentit amerikan Donald Trump ndaj aleancës. Trump, i cili deklaroi hapur se erdhi në kryeqytetin turk vetëm për shkak të marrëdhënies së tij të ngushtë me presidentin Recep Tayyip Erdogan, vazhdoi vërejtjet e tij shpërfillse dhe pyetse në lidhje me aleancën ushtarake gjatë takimeve të tij në Ankara. Qëndrimi i Trump krijoi një valë serioze shqetësimi midis aleatëve në lidhje me samitin e ardhshëm. Bloomberg thekson se në rrethana normale shtyrja e samitit i cili ishte planifikuar të zhvillohej në Shqipëri vitin e ardhshëm mbetet një opsion serioz në tryez. Burimet e njohura me bisedimet thon për Bloomberg se qëllimi kryesor i këtij veprimi është parandalojë që Trump të ketë një platformë të re për sulmuar publikisht aleatët e tij. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte thotë se dëshiron që këto takime vjetore të vazhdojnë në mënyrë që aleancat mbetet në ballë të agjendës globale dhe ka theksuar rritjen masive të shpenzimeve të mbrojtjes të shteteve anëtare për të bindur Trumpin. Megjithatë, ende nuk është e qartë se sa efektive ka qenë kjo taktikë ndaj Trumpit deri më tani. Dëshira për të shtyrë samitin nuk është vetëm për shkak të retorikës së ashpër personale të Trump, por edhe buxheti i vendit pritës të radhës Shqipërisë po krijon shqetësim brenda aleancës. Shqipëria ka një profil që deri vonë nuk ka arritur të përmbushë angazhimin e kahhershëm të NATO-s për të ndarë të paktën 2% të prodhimit brendshëm bruto për mbrojtjen. Duke vendosur atë ndër vendet me shpenzimet më të ulta të aleancës, thuhet në citimin e Bloomberg. Udhëheqësit kanë frikë se kjo situatë do ta shtyjë Trumpin të ushtrojë më tej presion mbi aleancën për pabarazim buxhetore. Manifestimi më konkret i tensionit strategjik qëndron në komunikatën përfundimtare të samitit të Ankaras, ku sipas një burimi të njohur me draftin e tekstit, komunikata nuk bën asnjë referencë për datën ose vendodhjen e samitit të ardhshëm. Shpjegimi më i qartë institucional se si do të zhvillohet procesi erdhi nga zyrtari i lartë ushtarak i NATO-s Giuseppe Campo Dragnone, duke folur për Bloomberg TV. Dragnone konfirmoi se samiti do të mbahej në Shqipëri, ndërsa pranoi zyrtarisht se koha e takimit, nëse do të zhvillohet vitin tjetër apo vitin pas, ishte aktualisht në debat të nxehtë brenda aleancës. Në një kohë ku rreziqet gjeopolitike janë në kulmin e tyre në lindjen e mesme dhe Europën lindore. Fakti që NATO ka arritur në pikën e ndryshimit të orarit institucional për të menaxhuar marrëdhënien me SBA, donatorin më të madh financiar, nxjerr në pa ekuilibrin e brisht që aleanca ushtarake do të ruajë gjatë epokës Trump. Për disa orë dukej se Shqipëria kishte humbur bastin më të madh diplomatik të viteve të fundit. Deklarata përfundimtare e samitit të NATO-s në Ankara nuk përmbante asnjë referencë për Tiranën si vendi pritës i samitit të ardhshëm të aleancës. Një mungesë që i dha forcë raportimeve të javëve të fundit se organizimi i samitit në Shqipëri ishte vënë seriozisht në pikpyetje. Por në fund të samitit erdhi sqarimi i sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte. Samiti tjetër do të mbahet në Shqipëri. Ky ishte vendimi i Hagës. Samiti do të mbahet në Shqipëri, por do të na duhet të vendosim për kohën, deklaroi Rutte në konferencën për shtyp. Deklarata e tij jep fund të paktën për momentin spekulimeve se Tirana si është hequr e drejta për të pritur samitin. Megjithatë, ajo lë të hapur një element të rëndësishëm, data nuk është më e përcaktuar. Deri pak muaj më parë, objektivi ishte viti 2027, tashmë sipas vetë kreut të NATO-s mbetet për tu vendosur se kur do të zhvillohet samiti në Shqipëri. Kjo nuk është një çështje e vogël. Raportimet e Reuters, Radio Europa e Lirë dhe mediave të tjera ndërkombëtare kishin ngritur dyshime se mungesa e Shqipërisë në draftet e deklaratës lidhej me pakënaqësinë e disa aleatëve për nivelin e shpenzimeve shqiptare në mbrojtje, si edhe me diskutimet brenda NATO-s për të mos zhvilluar më samite çdo vit. Pikërisht, organizimi i samitit të NATO-s në Tiranë është kthyer prej muajsh në një nga sukseset që Edi Rama ka promovuar më shumë në politikën e jashtme. Kryeministri ka deklaruar disa herë se në këtë samit do të merrte pjesë edhe presidenti amerikan Donald Trump, por pikërisht këtu lind një tjetër pikë pyetje. Vetëm një ditë më parë nga Ankaraja, Trump lat kuptoi se nuk është as pak entuziast për samitet e NATO-s. Isha shumë i zhgënjur me NATO-n dhe sinqerisht, nëse samiti nuk do të ishte mbajtur në Turqi, ku miku im është një udhëheqës shumë i fortë, ndoshta nuk do të kisha marrë pjesë, deklaroi presidenti amerikan duke ia atribuar praninë e tij në Ankara marrëdhënies personale me presidentin Recep Tayyip Erdogan. Deklarata u interpretua si një sinjal se pjesëmarrja e Trumpit në samitet e ardhshme të aleancës nuk është as pak e garantuar. Kjo do të thotë se edhe pse Mark Rutte konfirmoi se samiti do të zhvillohet në Shqipëri, dy nga elementët mbi të cilët ishte ndërtuar narrativa e qeverisë shqiptare mbeten ende të paqarta. Kur do të mbahet samiti dhe nëse Donald Trump do të jetë i pranishëm? Për Edi Ramën, lajmi nga Ankaraja është një lehtësim, por jo një fitore e plot. Samiti nuk duket se është hequr nga Tirana, por as nuk ka më garancinë që kishte një vit më parë. Dhe mbi të gjitha, vizita e shumë përfolur e Donald Trump në Shqipëri mbetet ende një pikë pyetje.
Vizita e Edi Ramës në Ankara duket se nuk ka zbutur kritikat që vijnë nga mediat pranë pushtetit turk, teksa kryeministri shqiptar mori pjesë në samitin e NATO-s dhe zhvilloi takime me presidentin Recep Tayyip Erdogan. Televizioni turk GZT i ka kushtuar një artikull të gjatë afrimit të Shqipërisë me Izraelin, duke e paraqitur atë si një zhvendosje strategjike të Tiranës drejt Tel Avivit. Në analizën e publikuar gjatë vizitës së Ramës në Ankara, media turke shkruan se bashkëpunimi ushtarak mes Shqipërisë dhe Izraelit ka hyrë në një fazë të re, ndërsa nënvizon se qeveria shqiptare po e integron gjithnjë më shumë sigurinë kombëtare me industrinë ushtarake izraelite. Artikulli ndalet vetëm te inaugurimi i shkollës kombëtare të fluturimit, e ngritur në bashkëpunim me kompaninë izraelite Elbit Systems, si dhe deklaratat e Edi Ramës për krijimin e ardhshëm të shkollës kombëtare të forcave speciale. Sipas GZT, ky projekt do të thotë se forcat speciale shqiptare do të trajnohen sipas modelit ushtarak izraelit, ndërsa procesi i trajnimit, edukimit dhe certifikimit do të drejtohet nga Izraeli. Mediat turke theksojnë gjithashtu se bashkëpunimi nuk kufizohet vetëm te pajisjet ushtarake, por shtrihet edhe në fushën e inteligjencës, sigurisë kibernetike dhe teknologjisë së mbrojtjes. Në analizë vihet në dukje edhe marrëdhënia personale mes Edi Ramës dhe kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, duke kujtuar vizitën e Ramës në Izrael dhe fjalimin e tij në parlamentin izraelit. Artikulli i GZT vjen pak ditë pasi mediat turke të tjera si Hurriyet dhe Daily Sabah publikuan analiza kritike ndaj kryeministrit shqiptar, duke e lidhur afrimin e tij me Izraelin me zhvillimet gjeopolitike në rajon. Publikimi gjatë kohës që Rama ndodhej në Ankara ishte një tjetër sinjal se afrimi i Tiranës me Tel Avivin vazhdon të ndiqet me vëmendje dhe të kritikohet në qarqet mediatike turke. Afrimi i Tiranës dhe i Tel Avivit nuk kufizohet vetëm tek armët konvencionale dhe trajnimi ushtarak, por mes tyre dy vendeve po zhvillohet një bashkëpunim shumë palësh edhe në fushën e sigurisë kibernetike, shkëmbimit të inteligjencës dhe projekteve të industrisë së mbrojtur të bazuara në teknologji të avancuar. Integrimi i përvojës teknologjike të Izraelit në infrastrukturën shqiptare të mbrojtjes tërheq vëmendjen për shkak të rritjes së kapaciteteve ushtarake në rajon. Pas këtij integrimi të shpejtë ushtarak dhe në fushën e inteligjencës, qëndron dialogu i afërt politik mes kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama dhe kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu. Rama, i cili ka cilësuar hapur Izraelin si mik dhe aleat, ka zhvilluar kohët e fundit kontakte të ngushta me administratën e Tel Avivit edhe në nivel diplomatik. Fjalimi që Edi Rama mbajti muajt e fundit në parlamentin e Izraelit dhe vlerësimet që ai shprehu ndaj Netanyahut tregojnë qartë bazën politike mbi të cilën është ndërtuar aleanca strategjike mes dy vendeve. Vendimi i qeverisë shqiptare për të financuar me 4 milion euro koncertin e reperit amerikan Kanye West nuk po mbetet më një debat i brendshëm politik. Skandali ka kaluar kufit e Shqipërisë dhe po zë vend në mediat më të mëdha ndërkombëtare. Fillimisht agjencia prestigjioze Reuters, e cila i kushtoi një artikull të plotë vendimit të qeverisë së Edi Ramës për të përdorur fondet publike për një koncert privat, duke theksuar se kryeministri po përpiqej të justifikonte shpenzimin mes zemërimit të opinionit publik dhe të protestave që për më shumë se një muaj kërkojnë dorëheqjen e tij, por jehona nuk u ndal vetëm tek Reuters. Artikulli u ribotua menjëherë nga një numër i madh mediash ndërkombëtare, mes tyre NBC News, US News and World Report, Yahoo News, Dev Discourse, Swiss Info, Market Screener, MSN, si dhe revista prestigjioze italiane, internacionale, duke çuar debatin për 4 milion euro të Ramës në audienca globale. Në raportimet e tyre vihet në dukje se qeveria shqiptare vendosi të përdor 4 milion euro për të shpëtuar koncertin e Kanye West, artisti i cili është ndaluar të performojë në disa vende europiane, pas deklaratave ku ka lavdëruar Adolf Hitlerin dhe ka përdorur simbole naziste. Reuters citon deklaratën e kryeministrit Edi Rama, sipas të cilit fondet u akorduan në momentin e fundit për të shmangur sipas tij turpërimin e Shqipërisë përballë rreth 25.000 spektatorëve nga 80 vende, ndërsa pretendon se eventi do t'i sjellë ekonomisë shqiptare rreth 100 milion euro përfitime. Në të njëjtën kohë, artikulli pasqyron edhe reagimin e fortë të qytetarëve shqiptar. Reuters citon komentet kritike të publikuara në rrjetet sociale, ku një qytetar shkruan: "Shqipëria turpërohet kur mirëpret një këngëtar që admiron Hitlerin", ndërsa një tjetër komenton: "Turp, jo me paratë mia", po ashtu agjencia kujton se protestat në Tiranë vazhdojnë më shumë se prej një muaji. Sipas Reuters, ato nisën fillimisht për shkak të planeve të investimit të Jared Kushner në Bregdetin shqiptar dhe më pas u zgjeruan me kundërshtimin e projekteve të tjera në zonat e mbrojtura, ndërsa sot kanë marrë një karakter më të gjerë politik, me kërkesa për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe akuza për korrupsion, të cilat ai i mohon. Fakti që lajmi është marrë nga 10 media ndërkombëtare tregon se vendimi i qeverisë shqiptare për të përdorur fondet e shtetit për koncertin
shkretjen e Kanye West nuk po shihet më vetëm si një polemik lokale, ai është ndërruar në një histori me një hond ndërkombëtare, duke e vendosur Shqipërinë dhe qeverinë e Edi Ramës në qendër të vëmendjes së mediave botërore. Ndërsa protestat kundër ndërtimeve të planifikuara në zonat e mbrojtura natyrore në Shqipëri vazhdojnë, deputetja e pavarur Mariana Koçeku deklaron se Bashkimi Evropian duhet të ndalojë së trajtuari kryeministrin Edi Rama si përfaqësuesin e vetëm të zërit evropian të vendit. Në një intervistë për Euroactiv, Koçeku, e cila u largua muajin e kaluar nga Partia Socialiste, thekson se Shqipëria nuk mund të identifikohet vetëm me kryeministrin. Rama nuk është Shqipëria, shprehet ajo. Sipas Koçekut, vendimi për t'u larguar nga APS erdhi pasi arriti në përfundimin se nuk mund të ishte më pjesë e një force politike që sipas saj po ndjek politika në dëm të mjedisit. Nuk mund t'i përkisja më një grupi që jo vetëm nuk e mbështet mbrojtjen e mjedisit, por harton politika që e dëmtojnë atë. Po, ka mbështetur edhe nisma të kolegëve të opozitës sepse e konsideroj këtë të drejtën time qytetare, deklaron ajo. Prej më shumë se një muaj, qytetarë në Shqipëri kanë protestuar kundër mënyrës se si qeveria po trajton projektet e propozuara për zhvillimin e turizmit luksoz pranë ekosistemit të mbrojtur Vjosnart. Mes projekteve të përmendura janë edhe investimet të lidhura me Jared Kushner, dhëndrin e presidentit amerikan Donald Trump. Kur protestat mbërritën në Tiranë, ato tashmë njihen me emrin Revolucioni i Flamingove, një referencë ndaj flamingove që banojnë në këtë zonë të mbrojtur. Për Koçekun, ky emërtim simbolizon një ndryshim më të thellë në mënyrën se si brezi i ri e sheh pushtetin, përfaqësimin politik dhe të ardhmen europiane të Shqipërisë. Ne besojmë te vlerat europiane, por kjo nuk do të thotë se mbështesim kryeministrin apo qeverinë tonë, thotë ajo. Rama nuk ka më legjitimitet. Deputetja e konsideron protestën si shprehje të një krize të gjatë legitimiteti politik dhe të pakënaqësisë së qytetarëve, të cilët ndihen përjashtuar nga vendimarrjet që prekin interesin publik. Sipas saj, shumë vendime merren përmes procedurave jo transparente, me leje të paqarta, interesa private dhe konsultime të kufizuara me publikun. Nuk ka më legjitimitet as për qeverinë dhe as për opozitën tradicionale. Të dyja kanë treguar se punojnë vetëm për një grup të ngushtë interesash, deklaron Koçeku. Përplasja me narrativën e qeverisë. Nga ana tjetër, kryeministri Edi Rama i ka cilësuar protestat si të egzageruara nga kundërshtarët politik, influencuesit dhe aktivistët në rrjetet sociale, duke i përshkruar si histeri digjitale dhe revolucion imagjinar. Koçeku kundërshton këtë qëndrim. Ai po përdor median për të krijuar bindjen se nëse protestojmë, po dëmtojmë procesin e integrimit evropian dhe besimin e BE-s, por është e qartë se politikanët tanë kanë humbur kontaktin me realitetin, thot ajo. E pyetur nëse protestat mund të kenë dëmtuar aspiratat europiane të Shqipërisë, Koçeku vë në diskutim vetë mënyrën se si BE-ja e sheh procesin e zgjerimit. Sipas saj, BE ka fokusuar shpesh procesin e integrimit e reformat institucionale, raportet zyrtare dhe marrëdhëniet me qeveritë, duke rrezikuar të barazojë shtetin me shoqërinë dhe liderin me vetvendin. BE-ja duhet krijojë një lidhje të drejtë për drejtë me qytetarët, sepse integrimi europian nuk duhet të jetë vetëm një proces burokratik, thot ajo. Koçeku shton se janë qytetarët ata që mund të tregojnë nëse reformat ndihen realisht në jetën e përditshme. Deputetja kujton se hyri në kuvend në vitin 2025 në moshën 24 vjeçare. Më parë kishte themeluar lëvizjen neomalsore e fokusuar te zhvillimi i qëndrueshëm dhe komunitetet në veri të Shqipërisë. Ajo ka studiuar marrëdhënie ndërkombëtare dhe shkenca politike në Itali dhe si shumë të rinj shqiptar kishte menduar të ndërtonte karrierën atje. Megjithatë, oferta për t'u bashkuar PS-s ju duk një mundësi për të kontribuar në politikë dhe për të dhënë shembull, veçanërisht duke qenë se vinte nga një rajon që sipas saj ka qenë historikisht i nënpërfaqësuar dhe ku gratë të rinj kanë pasur më pak mundësi. Por sipas Koçekut, me kalimin e kohës u përballën me probleme që lidhen me funksionimin e brendshëm të partisë dhe mungesën e transparencës. Ajo thotë se mënyra se si funksionojnë partitë politike pasqyron edhe mënyrën se si ndërtohet dhe drejtohet vetë shteti. Të rinjt janë më europianë se elita politike. Koçeku thotë se largimi i saj nga Partia Socialiste ishte një proces i gradualshëm, i cili u përshpejtua gjatë zhvillimit të protestave. Njerëzit do të vazhdojnë të ngrihen dhe nuk do të harrojnë, deklaron ajo. Duke shtuar se protestat duhet ta detyrojnë qeverinë të reflektojë seriozisht mbi mënyrën se si miraton ligjet dhe interesat që ato u shërbejnë. Sipas saj, brezi i ri shqiptar është më i ndërgjegjshëm politikisht dhe më pranë vlerave europiane se sa elita aktuale politike. Brezi i ri është shumë më i kulturuar politikisht dhe shumë më europian se elita politike. Kjo është Shqipëria që unë dua të shoh Brukseli, përfundon Koçeku. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla ka komentuar pjesëmarrjen e zyrtarit të lëvizjes Vetvendosje në Kosovë, ish deputetit tek zona Azemi në protestën kundër qeverisë Rama në Tiranë. Balla publikoi një video në Facebook duke thënë se Azemi është edhe mik i Besnik Mujecit, aktivisti të lëvizjes Vetvendosje, i cili në verën e vitit 2023 ishte arrestuar në Tiranë për shitje droge. Transparenca e protestës identifikojmë sorrat, kur unë flas për sorra inkubatorësh të urrëties nga Prishtina dhe Tetova, të cilët maskohen si shqiponja diaspore, e kanë fjalën për tipa si këta në video, që sigurisht nuk kanë si t'jenë pro qeverisë së Tiranës. Normal janë kundër Edi Ramës, edhe kundër meje, pse jo? Sepse i kemi arrestuar me 11.000 doza droge, shkroi Balla në postim. Azemi para disa ditësh publikoi një video në Facebook nga protesta në Tiranë, së bashku me një mesazh: "Sheshit të Shqipërisë së re nuk i shihej as fillimi as fundi. Nuk mund të mos i bashkohesha një thirrje kaq të sinqertë dhe energjike, që prej 35 ditësh me radhë, po ushton kaq pastër e kaq fort. Shqipëria është atë dheu i secilit shqiptar dhe kur tentohet falet e të shitet nuk do të heshtim kurrë", shkroi ai në një postim në
Facebook. Ndërkohë, Partia Socialiste është përplasur edhe me Partinë Shqiptare Vlen në Maqedoninë e Veriut për shkak të incidentit në kufi. Ndalimi në kufirin shqiptar i 3 zyrtarëve të lartë të koalicionit shqiptar Vlen ka kaluar tashmë nga një incident kufitar në një çështje politike mes Tiranës dhe Shkupit. Pas ndalimit për rreth një orë në pikën kufitare të Qafthanës të koordinatorit të grupit parlamentar të Vlen, Bekim Qoku, deputetit Adnan Dazizi dhe zëvendës sekretarit përgjithshëm të qeverisë së Maqedonisë së Veriut, Hazim Murtezani, vet Vlen ka dalë me një reagim zyrtar duke kërkuar llogari nga autoritetet shqiptare. Në deklaratën e saj, Vlen shprehet se 3 zyrtarët udhëtonin me pasaporta diplomatike dhe se u mbajtën për rreth një orë pa marrë asnjë shpjegim zyrtar. Sipas Partisë Shqiptare në Shkup, policia kufitare u ka komunikuar vetëm në mënyrë jo zyrtare se ndaj tyre ekzistonte një ndalim hyrje në territorin shqiptar, por pa u paraqitur asnjë vendim, dokument apo bazë ligjore. Partia Shqiptare në pushtet në Maqedoninë e Veriut paralajmëron se raste të tilla dëmtojnë marrëdhënien mes shqiptarëve në të dy anët e kufirit. Teksa qeveria shqiptare po zgjeron bashkëpunimin strategjik me Izraelin në sektorin e mbrojtjes, presidenti turk Recep Tayyip Erdogani ka dërguar një letër sinjal Edi Ramës. Në kuadër të samitit të NATO-s, Rama ka zhvilluar sot një takim me presidentin turk, një lëvizje strategjike për të sheshuar qejfmbetjet. Edi Rama prej disa kohësh është duke flirtuar me Tel Avivin. Vizita në Izrael u prit me shumë zemërim nga Ankaraja, mirëpo kryeministri nuk u dal me kaq. Së fundmi u inaugurua shkolla kombëtare e fluturimit, e ngritur me partneritetin e kompanisë izraelite Elbit System. Ndërsa kryeministri Rama shpalli objektivin për ngritjen e shkollës kombëtare të forcave speciale. Bashkëpunimi mes dy vendeve shtrihet gjithashtu në fushën e industrisë ushtarake, sistemeve të armatimit, mjeteve ajrore pa pilot, sigurisë kibernetike dhe projekteve të teknologjisë së mbrojtjes. Kjo bëri që shumë media turke ta sulmonin kryeministrin, duke akuzuar se ja ka shitur Shqipërinë Izraelit. Po ashtu shumë mbështetës të Erdoganit mbështesin protestat në Tiranë kundër qeverisë, i gjendur mes dy zjarreve. Rama i shkoi sot në zyrë Erdoganit me shpresën që do të qetësojë raportet. Për Erdoganit ishte ministri i jashtëm Hakan Fidan, ministri i mbrojtjes Yasar Güler, kreu organizatës kombëtare të inteligjencës Ibrahim Kalin, zëdhënësi i AK partisë Omer Çelik, drejtori i komunikimit, Burhanetin Duran si dhe këshilltari për sigurinë dhe politikën e jashtme, Akif Çagatay Kiliç. Sipas njoftimit, fokusi ishte mbrojtja. Pra duket se Erdogani ja ka futur këmbët në një këpucë Ramës, i cili po i jep territor Izraelit. Presidenti ynë Recep Tayyip Erdogan priti në kompleksin presidencial kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, i cili ndodhet në Ankara për samitin e liderëve të NATO-s. Gjatë takimit u diskutuan marrëdhëniet dypalçe midis Turqisë dhe Shqipërisë, si edhe çështjet rajonale dhe globale. Presidenti ynë deklaroi se po punojmë për të avancuar më tej marrëdhëniet midis Turqisë dhe Shqipërisë dhe se dëshirojmë veçanërisht të thellojmë bashkëpunimin tonë në fushën e industrisë së mbrojtjes. Thuhet në deklaratë. Pra Rama duket se po tenton të mbajë mirë me të dy krahët. Nga njëra anë bashkëpunon me Izraelin, nga ana tjetër tenton ta mbajë mirë me Erdoganin. Kjo edhe për shkak të frikës nga protestat, pasi gojët e Liga thonë se Ankaraja po i mbështet fuqishëm. Një kablogram për më shumë se 20 ambasada amerikane nga Argentina dhe Meksika deri në Itali dhe Shqipëri është dërguar nga Departamenti Amerikan i Shtetit në mes të qershorit. Në të është kërkuar informacion mbi grupet ekstremiste të majta. Disa ambasada janë përgjigjur, por asnjëra nuk ka deklaruar se pajtohet me vlerësimin e administratës për nivelin e kërcënimit, por ndryshe e vlerësojnë SBA-t. Sekretari Marco Rubio ka ftuar ministra të lartë nga më shumë se 60 vende në një takim javën e ardhshme për të diskutuar atë që administrata Trump e konsideron një kërcënim madhor, rikthimin e terrorizmit transnacional të ekstremit të majt. Takimi ka shkaktuar shqetësim te zyrtarët aktual dhe ish zyrtarët amerikan, aleatë europian dhe analistë pavarur të cilët nuk e shohin kërcënimin në të njëjtën mënyrë. Disa zyrtarë amerikanë thanë gazetës se druhen se kjo është pjesë e një përpjekje të administratës Trump për të përdorur mjetet e fuqishme kundër terrorizmit ndaj aktivistëve amerikanë që ajo i konsideron ekstremistë të majt. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Tommy Pigott tha se takimi u organizua sepse terrorizmi i ekstremit të majt është një kërcënim i vjetër që po rikthehet me lidhje të forta transnacionale dhe forma të reja bashkëpunimi. Për shkak se ky kërcënim nuk është trajtuar siç duhet në të kaluarën, çdo angazhim, shpallje ose program ndihme për sigurinë krijon një efekt të shumëfishtë që mbështet masat kundër këtij fenomeni, si brenda vendit ashtu edhe jashtë, deklaroi Pigott. Në disa mbledhje të zyrtarëve të sigurisë kombëtare, analistë të inteligjencës kanë refuzuar të raportojnë mbi Antifën, pasi nuk e konsiderojnë atë një kërcënim serioz për kundër terrorizmin, sipas një personi në dieni të çështjes. Antifa është shkurtim për antifashist. Është një lëvizje decentralizuar pa një strukturë të qartë komanduese ose udhëheqëse, që përfshin një gamë të gjerë ideologjish, kryesisht të krahut të majt,
nga anarkizmi te komunizmi. Ndryshe nga grupet ekstremiste të majta të viteve 60 dhe 70, Antifa nuk publikon manifeste dhe nuk merr përgjegjësi për veprimet e kryera. Edhe disa qeveri të huaja kanë shprehur habi për ftesën e Rubios, duke folur në kushte anonimati. Zyrtarë europiane cilësuan të paqartë objektivin e takimit edhe kritikuan njoftimin e afatshëm të shkurtër. Ftesa u dërgua javën e kaluar dhe përgjigjet kërkoheshin deri këtë të premte. Disa prej tyre thanë se ministrat e jashtëm ose të brendshëm të vendeve të tyre nuk pritet marrin pjesë për shkak të agjendës së ngarkuar diplomatike gjatë verës, ku përfshihet edhe konferenca vjetore e sigurisë në Aspen të Colorados. Disa diplomatë thanë se nuk e kuptonin pse ishin ftuar. Ne nuk kemi Antifa, tha një diplomat europian. Nuk gjejmë asnjë arsye pse do të na interesonte të merrnim pjesë në një takim të tillë, u shpreh një tjetër. Autoritetet tona të zbatimit të ligjit nuk janë përqendruar te terrorizmi i ekstremit të majt, sepse nuk konsiderohet një kërcënim me përparësi në vendin tonë, deklaroi një diplomat i tretë. Lista e të ftuarve është shqyrtuar nga The Washington Post. Përfshin shumicën e vendeve europiane, shtetet më të mëdha të Amerikës Latine dhe disa vende aziatike, përfshirë Indinë, Indonezinë dhe Singaporin. Strategjia udhëzon përdorimin e të gjitha mjeteve të disponueshme sipas kushtetutës për të identifikuar këto grupe brenda vendit, për të përcaktuar anëtarësinë e tyre, për të artëzuar lidhjet me organizata ndërkombëtare si Antifa dhe për të përdorur instrumentet e zbatimit të ligjit, për të dobësuar aftësinë e tyre vepruese përpara se të mund të plagosin ose të vrasin civil. Ndryshe nga strategjia kundër terrorizmit e vitit 2018 e miratuar gjatë mandatit të parë të presidentit Donald Trump, dokumenti i ri nuk përmend grupe nacionaliste neonaziste me pikpamje antiperëndimore, të cilat kanë kryer sulme ndaj muslimanëve dhe grupeve të majta. Quravitjet e Gjergj Lucës për humbjen e yjeve të bizneseve të tij në Google Reviews, duket se kanë prekur thellë kryeministrin Edi Rama, i pikëlluar nga lotët e Lucës dhe në pamundësi për t'i trembur qytetarët me shantazhet e policisë. Rama ka vendosur të marrë situatën në dorë. Kryeministri ka angazhuar qeverinë që të hyjë në kontakt direkt me kompaninë Google për të shpëtuar nga rënimi bizneset e Lucës. Me anë të një postimi në rrjetin social Facebook, Rama njoftoi se kanë kontaktuar me Google për këtë hata që ka gjetur Lucën dhe disa biznesmen të tjerë pranë qeverisë, pasi qytetarët vendosën ta përshkallëzojnë protestën e tyre online, duke nisur një bojkot ndaj bizneseve të lidhura me kryeministrin. Rama theksoi se Google është njoftuar dhe se shumë shpejt yjet e bizneseve të goditura bashkë me buzëqeshjen e Gjergj Lucës që ndriçon qeverisjen e tij do të rikthehen. Alarmimi i gjithë shtetit për yjet e një grushti biznesmenësh pranë kryeministrit flet shumë për sistemin e ngritur nga kjo qeveri. I ehona e një turpjella shqiptar që arriti deri në majën e piramidës së Google, ku autoritetet tona kërkuan ndihmë për të nxjerrë një sër sipërmarrjesh nga bloza e terrorit digjital të ushtruar prej pengmarzve të protestës së flamingove, të cilët përmes 10.000 llogarive të hapura enkas organizuan dhe orkestruan një sulm të padëgjuar kriminal mbi hotele, bujtina, restorante, duke u hequr me dhunë yjet e mbledhura nga përshtypjet pozitive të klientëve. Pra logjika e hurit dhe drurit që i ka dhënë protestës ngjyrën e sorrave dhe zërin e korbave. Nuk duam investitor të huaj, nuk duam biznese vendase, duam litar, burg, zjarr. Tip naziskinësh me qeleshe e komunistash me flamur në qaf, Laro e Balo të duart trokitur me pasion, nga dështak zemërak të rënë nga vakti, plot urrëtie, likësie, mediokritet të pangushëllueshëm, policia vion me hetimin e skemës kriminale, ndërkohë që me ndihmën e Google-it, faqet e sipërmarrjeve po rikthehen yjet e merituara me punë dhe mund të madh, shkruar Rama. Kujtojmë se gjithçka nisi pasi një platformë sociale që njihet si Reddit, përdorues të një forumi për Shqipërinë, sugjeruan bojkotin e bizneseve që ata i konsiderojnë të lidhura me qeverinë. Bojkot bizneseve të oligarkëve, shkruaj në një postim të para 30 ditëve, ndër dhjetra të tillë me thirrje për t'u bashkuar protestës apo organizime të ngjashme. Thirrja u pasua nga të tjera dhe disa ditë më parë, pjesëmarrësit në këto forume dhe me gjastë të tjera grupe në rrjetet sociale u organizuan të publikojnë përshkrime, review negative apo vlerësime të ulta në platformën Google Reviews dhe një numri biznesesh, përfshirë disa nga mediat kryesore në vend, të zotruara nga persona që mbështesin qeverinë. Në vetëm pak orë, mijëra qytetarë lanë vlerësime me një yll apo komente negative në një listë gjatë me biznese, duke targetuar së pari Rozafa Fish City, pronarisë së cilës Gjergj Luca pati sulmuar protestën dhe përdorur etiketime ndaj protestuesve, apo edhe bizneset e Ismet Sheut, të cilat kanë përfunduar me 2 yje. Nga Gjergj Zefi. Ka momente kur një qeveri, përmes një vendimi të vetëm, tregon më shumë për filozofinë e saj sesa me 10 fjalime. Financimi një koncerti gjigant në një kohë kur Shqipëria përballet me një indeks social gjithnjë më të thellë, është pikërisht një prej atyre momenteve. Teksa protestat e qytetarëve vazhdojnë në bulevard dhe shqetësimet për koston e jetesës, pagat, pensionet dhe varfërinë mbeten pa përgjigje, qeveria e Edi Ramës ka zgjedhur të investojë kapital politik dhe financiar në një koncert luksi të një artisti ndërkombëtar kontrovers,
që prej vite shoqërohet me polemika të forta. Pyetja nuk është nëse Shqipëria duhet të organizojë aktivitete të mëdha kulturore, sigurisht që po. Një vend që synon të jetë destinacion turistik dhe europian duhet të mirëpresë ngjarje ndërkombëtare, por a është ky prioriteti një vendi ku shtresa e mesme po të kurret, ku mijëra të rinj vazhdojnë të largohen dhe ku gjithnjë më shumë familje e kanë të vështirë të përballojnë jetesën? Prej vitesh Edi Rama ka ndërtuar një model qeverisjeje ku imazhi vlen më shumë se realiteti. Fasada, spektakli dhe marketingu janë shndërruar në instrumente politike. Çdo kritik ndaj ekonomisë apo korrupsionit tentohet të mbulohet me një tjetër event, një tjetër inaugurim apo një tjetër shfaqje mediatike. Por prestigji një shteti nuk ndërtohet me skena gjigande. Prestigji ndërtohet me institucione që funksionojnë, me drejtësi të besueshme, me spitale dinjitoze, me universitete konkurruese dhe me qytetarë që ndihen të respektuar në vendin e tyre. Nëse një koncert ka nevojë për mbështetje publike për të mos dështuar financiarisht, atëherë debati nuk është më artistik, ai bëhet politik. Në ditët e fundit janë shtuar raportimet se bileta po shpërndahen falas në administratë dhe në strukturat e Partisë Socialiste për të mbushur tribunat, pasi njerëzit në masë kanë bojkotuar koncertin. Ky është rasti kur narrativa e suksesit ndërkombëtar bie ndesh me realitetin e interesit të publikut. Një spektakël nuk mund të quhet triumf vetëm se stadiumi mbushet artificialisht. Ndërkohë, jona ndërkombëtare nuk ka qenë ajo që propaganda qeveritare do të dëshironte. Media prestigjioze europiane kanë ngritur pikpyetje jo vetëm për financimin e koncertit, por edhe për mënyrën se si qeveria shqiptare i ndërton marrëdhëniet dhe interesat ekonomike me oligarkin. Këto nuk janë sulme të opozitës shqiptare, janë analiza që vijnë nga media me reputacion në Europë dhe që dëmtojnë shumë më tepër imazhin e vendit se sa mund ta përmirësojë një koncert, sado i madh të jetë ai. Ironia është se ndërsa qeveria flet për prestigj, vetzgjedhja e artistit ka prodhuar polemika në shumë vende për shkak të deklaratave dhe qëndrimeve të tij publike. Kjo bën edhe më të diskutueshme idenë se Shqipëria po fiton kapital moral apo diplomatik nga ky organizim. Një shtet nuk matet nga artisti që sjell për një natë. Një shtet matet nga mënyra se si jetojnë qytetarët e tij çdo ditë. Dhe kur qytetarët shohin se fondet publike, energjia politike dhe prioritetet e qeverisë orientohen drejt spektaklit, ndërsa problemet e përditshme mbeten të pasgjidhura, atëherë forcohet bindja se pushteti nuk po qeveris për njerëzit, por për kamerat. Në fund koncerti do të mbarojë, skena do të shmontohet, dritat do të fiken, por faturën do ta paguajnë shqiptarët.